Njëherë përshëndetje gjithëve, qytetarët Puks, ju që jeni sot pranishëm këtu në këtë event kaq të bukur që po zhvillohet sot në qytetin tonë Puks. Unë me këtë rast du me falënderu shumë pjesëmarrësit, Federatën e Boksit, çiftin e mrekullueshëm Çekini, Emiliano dhe Claudion, të cilët kanë bërë mujtun që ky event kaq i bukur, kampionati kombëtar i boksit, zhvillohet në qytetin tonë për 3 ditë me radhë. Puka ka nevojë për aktivitete, jo vetëm tek këtij lloji, por shumë aktivitete që ne jena munduar që t'i bëjmë gjatë periudhave që po administrojnë Bashkinë e Puks. Falë edhe mbështetjes që bajnë edhe institucione të tjera që janë punonjës si Shas Pallati, Qendra Kulturore e Fëmijëve e tjerë, sot jena për sportit, kampionati kombëtar i boksit. Kuptohet për 3 ditë me radhë në qytetin tonë në fillimin e sotshëm, do të jetë dita nesër, që do të jenë pranishëm dhe këngëtarë të ndryshëm, që do të bëjnë eventi sa më të bukur, sa më të argëtueshëm për banorët, për ju që jeni sot dhe për tjerë që do rishtohen ditëve në vijim. Tashi, dita 3 do të jetë dita diel, ku do të jenë edhe përfaqësues të tjerë të Federatës Shqiptare të Boksit, do të jenë shumë këngëtarë, do patë në formë pak më të bukur se sot është fillimi. Unë uroj Tribuni Boks, sepse një pjesë e mirë edhe të qytetarëve të Puks që janë këtu, nuk e dinë që Tribuni Boks ka 1 vit e gjysmë që është kriju në qytetin tonë. Dhe drejtohet nga këta 2 mjeshat boksit, si Shash Emiliano dhe Claudio Çekini, 2 boksierë të njoftën, që janë trajnerat të Tribuni Boks. Prandaj ta shijojmë këtë event, sportistave dhe gjithë pranishmëve të urojmë mirë se ardhen në Pukë, do të kalojnë një 3 ditë shumë të bukur. Eventi do të jetë i gjithanshëm, edhe boks, edhe art, kulturë, pra shija do të jetë e larmishme. Kështu që suksese gjithë ekipeve shqiptare që janë sot pranishëm këtu, edhe kuptohet Tribuni Boks më i miri, dale kampion. Pak nacionalizëm.